në intervistën e fundit për këtë sezon dhe në studio kam mbritur Erisa Bajaziti dhe unë po rrotullohesha sepse duhet të gjeja 2-3 pyetje që ti kisha përgatitur për ty, Eris. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Adi, faleminderit. Si e ke përjetuar ti, do më thonë, një parti e cila ka shumë vjet në opozit, ka përbeteja shumë të forta, të cilat kanë qenë shumë të vështira, ekzistenciale, që ballafaqohet me një pritshmëri shumë të madhe nga publiku shqiptar, edhe naturisht edhe me ngërçe relativisht të vështira të përzgjedhjes, së pranimit. Si e ke përjetuar ti vetë zgjedhjen si në kryetare e Partisë Demokratike? Në fakt, përjetimi është shumë dimensional, sepse nuk bëhet thjesht pranimi një titulli dhe të qenurit nënkryetare një partie. Unë e di shumë mirë kalvarin në cilin ka kaluar Partia Demokratike dhe përjetimi i parë ose pyetja e parë që i bën vetes është si do ta marr përgjegjësinë, si do ta tregoj forcën time dhe si do të bëj avokatin e qytetarëve shqiptar, e demokratëve që besojnë tek Partia Demokratike. Dhe Partia Demokratike në këtë historik të gjatë ka treguar që është aty për qytetarin shqiptar, kështu që nuk mund të jetë ndryshe edhe për mua. Unë të shiroj të jem aty tek qytetari shqiptar dhe në mesazhin tim është e rëndësishme që t'i ofrohem demokratëve, qytetarëve që janë pa parti, ata njerëz që nuk duan detyrimisht të përfshihen në politik. Dua t'i ofrohem atyre me gjithë zemër, me një mesazh të qartë që një parti politike është një mjet për ta ndihmuar Shqipërinë dhe Partia Demokratike në opozit ka treguar këtë guxim që pavarësisht se në momente të caktuara ka qenë shumë e vështirë, ajo nuk ka pranuar të viktimizohet. Dhe për këtë arsye, unë jam një nga shembujt që nuk dua ta paraqis Partinë Demokratike si një viktime sistemit, pavarësisht se ata kanë tentuar disa herë ta eliminojnë si forcë politike. Këtu janë për treguar që jemi të fortë, që nuk kemi frikë, dhe këtë lloj ndjesie dua t'ja transmetoj qytetarit shqiptar. Dhe jam aty për të bërë avokatin e tyre dhe për qëndruar pranë tyre. Kështu që kam përjetuar me ndjenjën e përgjegjësisë dhe rëndesa që mban kjo detyrë për mua dhe e kam parë të reflektuar kur ti flet me njerëzit e zakonshëm, kur ata kanë pritshmëri, duan që ti t'jesh aty dhe ti përgjigjesh pritjes së gjatë dhe t'jesh aty e vendosur. Unë jam aty e vendosur, pa frikë, për ta bërë luftën tonë opozitare në mënyrë të dinjitetshme, ashtu siç e kërkon momenti në cilin po kalon tani Shqipëria. Ndërkohë ka ndodhur gjëra, domethënë ka në përsaktimin që bëri Tan Hoxha, që ishte një panoramë e Shqipërisë, pjesë të saj kanë dalë komplet jashtë kontrollit, dhe po transformohen, po kthehen në bisha antikushtetuese, domethënë si veprimtaria, krimi organizuar, marrëdhëniet me qeverinë, grupi parlamentar i Partisë Socialiste në parlament, një grupim i cili nuk ka fare turp dhe nuk ka fare frikë që të japi votën për gjëra që dallushëm populli shqiptar nuk i populli shqiptar po mendon opozitari, zyrtar, dhe populli pa parti o me parti të tjera që ka dalë në shesh, për cilat është dallushëm kundër. Në këtë sens Partia Demokratike, partia jote demokratike, partia e kohës tënde, do të duhet të përshtatet në një kuptim. Sepse luftrat e stilit të vjetër, të folurat e stilit të vjetër, marrëdhëniet e stilit të vjetër, ju e keni kuptuar, nuk çajnë më. Në këtë sens, në këtë përshtatje, në këtë ndryshim, Eris, çfarë do bëni ju dallushëm?